Plot 65 vjet më parë, u ngrit në Tiranë Teatri Profesionist i Shtetit, që njihet sot si Teatri Kombëtar. Dhjetra artistë të talentuar, shumë prej të cilëve të nxitur prej pasionit dhe të pashkolluar, nisën karrierën e tyre në këtë teatr, duke ngritur gjithnjë më lart prestigjin e këtij institucioni kulturor. Drama, komedi e tragjedi të shumta të interpretuara përgjatë këtyre viteve kanë lënë breza të paçmuara për breza të tërë spektatorësh. 65 vite art skenik janë kujtuar sot në mjediset e teatrit kombëtar mes artistësh, ardashësh dhe personalitetet të njohura shqiptare. Në këtë përvjetor, drejtori i Teatrit Kombëtar Kristaj Skrami kujtoi emrat e mbi 30 artistëve të ndarë nga jeta, të cilët kanë kontribuar në ngritjen dhe zhvillimin e këtij institucioni. Sot, mbas 65 vjetësh, ne përullim me nderim të thellë dhe me marrje në zor përpara tyre që janë burrët e mëdhenj të këtij teatri. Krenaria dhe Lavdieti. Teatri Kombëtar i krijuar një vit pasi Shqipëria kishte dalë nga lufta e dytë botërore, ndikoi jo vetëm në zhvillimin kulturor të vendit, por edhe në emancipimin e shoqërisë. Me themelimin e teatrit të parë profesionist shqiptar, u krye edhe një revolucion i vogël për emancipimin e gruas shqiptare. Për herë të parë në historinë e këtij populli dhe këtij vendi, dhe jo vetëm të këtij vendi dhe këtij populli, por edhe të shumë vendeve të tjera, kur femrat nuk dilnin në skenë, se rolet e femra i luanin meshkujt, u të shfaqen në skenë Beje Qela, Olga Shuraja, Liza Vorfi, Vireta Manushi, Meli Çobani, Besa Imami, Dita Kripa Pelingru, Marta Burda dhe më tej pastaj Smagolli, Vangjeli Pikur, Jarak Qira, Margarita Gjepa, Afrodita Taçi dhe Liza Laska Skrama. Pjesa e programit festiv ishte dhe shfaqja Topazi, shfaqja e parë teatrale e vënë në Teatrin Kombëtar 65 vjet më parë, e cila u risol nga aktorët Naum Shundi, Anila Bisha dhe Vasian Lami.